raportin e tij në tetor të vitit të kaluar, Komisioni Evropian ka ngritur si çështje themelore për Shqipërinë rritjen e presionit politik ndaj gjyqësorit nga Edi Rama, luftën e dobët kundër korrupsionit dhe problemet madhore me lirinë e mediave. Këto probleme jo vetëm që nuk morën një adresim të përshtatshëm dhe pozitiv, por njohen përkeqësimet më të mëdha në 32 vite. Për herë të parë, Parlamenti i Shqipërisë bllokon kërkesën e prokurorisë së vendit për arrestimin e zëvendës kryeministres Lubi Balluku. Dhe këtë vendim 83 mandatet e krimit që u përdoren si thika kundër drejtësisë nga Edi Rama, deputetet nuk e morën në vullnet të lirë, por në diktat të plot të Edi Ramës. Në diktat të plot të Edi Ramës. Madje, siç e dini, Edi Rama deklaroi në mënyrë të papërgjegjshme se një vendim të tillë do ta mirëte çdo parlament i një shteti demokratik. E vërteta është se një vendim të tillë nuk e mirëte kurrë parlamenti i një shteti demokratik. E vërteta është se për Brukselin, për shqiptarë dhe për cilin do njeri që ka ABC në shtetit ligjor, ky është një veprim, një vendim antikushtetues me pasoja shumë të rënda, shkatrimtare për luftën kundër korrupsionit. Ky vendim detyroi një numër vendesh antare të Bashkimit Evropian që të bllokojnë raportin më të rëndësishëm, de facto progresin drejt integrimit. Raporti i bar apo raporti mbi vlerësimin e përkohshëm të standardeve në të cilin vlerësohet përparimi në sundimin e ligjit, në sistemin gjyqësor, në luftën kundër korrupsionit, në 2 kapitujt më themelor të procesit të integrimit, kapitull 23 dhe 24, për negociatat, në rastin e Shqipërisë mbeti në klasë. Për ata të cilët bëjnë fjalë se procesi vazhdon, mund të informoj çdo shqiptar se derisa vendet anëtare të Bashkimit Evropian të mos e miratojnë në mënyrë unanime raportin e standardeve apo raportin i bar, Shqipëria nuk do mund të ecë përpara në mbylljen e kapitujve. Kjo është